në pjesën e parë të emisionit në fakt për stilin e veshjes edhe tek femrat e shëndetshme, ndërsa kishim stiliste Mirela Cici, e cila sugjeroi disa alternativa se si mund të dukemi bukur pavarësisht të kileve të tepërta. E gjithsesi, duke që është e premte afër fundjavës, në këtë pjesë të dytë të emisionit kemi vendosur të flasim sot në Urbanika për rrugët ekstreme. Cilat janë ato? Ne shumë shpesh udhtojmë gjatë ditës me automjetin tonë në rrugët e Tiranës, e dim trafikun e çmendur her pas here, apo edhe çudirat që ndodhin në trafikun shqiptar, e megjithatë do të shohim një tjetër detaj të qarkullimit me automjet. Bëhet fjalë për ato rrugë të cilat nuk janë si rrugët e zakonshme, apo për ato lloj garash të cilat nuk i përkasin as pak qarkullimit të përditshëm që ne bëjmë me automjetin tonë. Jo më kot i kemi quajtur rrugët ekstreme dhe garat me automjete, siç janë në fakt edhe disa gara me makina që djemë të rinj shqiptar janë duke kryer në vendin tonë prej disa vitesh tashmë një aktivitet të ligjshëm. Por si filloi Race Club Albania, në cilën pikë është ky sport, një nga sportet ekstreme aktualisht në Shqipëri? Çfarë po ndodh me këtë sport në fjalë, pavarësisht se është i ligjshëm apo merren masa që ky sport të funksionojë siç duhet dhe si është në fakt të sfidosh rrezikun? Ndjekim fillimisht një insert i cili bën fjalë pikërisht për historikun e garave me makina në Shqipëri dhe më pas do të flasim në studio me dy personazhe shumë të veçantë. Sporti i garave me makina, i përhapur shumë në vendet e botës, në vendin tonë është ende në fillimet e tij. Ky sport i emocioneve të forta dhe i adrenalinës sot mund të shihet vetëm në ekranet e televizioneve, por gjuetarët e shpejtësisë mund t'i gjejmë edhe në Shqipëri. Qindra të apasionuar të shpejtësisë janë organizuar për të ngritur këtë sport edhe në vendin tonë. Vendi ku mund t'i gjejmë ata sot është Gjadri, një pistë e aviacionit luftarak e krijuar nga regjimi komunist, por sot e transformuar në një pistë ku lufta bëhet me kilometrazhin e shpejtësisë. Shigjeta e kilometrazhit në Gjadër nuk njeh limit. Fillimisht garat me makina në Gjadër ishin të jashtëligjshme dhe ato u kthyen në një rrezik për pjesëmarrësit. Por sot, Race Club Albania është skuadra e cila që prej 2011-s organizon këto gara ligjërisht dhe me të gjitha kushtet e sigurisë. Të gjithë ata të cilët kërkojnë shpejtësinë, ta lënë atë në rrugët e Tiranës dhe të nisen në pistën e vërtetë të garës. Në këtë pistë, tipet e makinave janë të shumta, duke filluar nga makina të viteve 80-90 të modifikuara dhe duke arritur deri tek makinat e prodhuara në vitin 2011. Kategoria që ka numër më të madh makinash është kategoria tuning, ku bëjmë pjesë makina jo shumë të shtrenjta, tek të cilat është ndryshuar pothuajse çdo gjë. Në të gjithë botën, kjo lloj kategorie është më e pëlqyera, pasi çdo njeri kërkon ta ketë makinën e tij të veçantë nga të tjerët dhe sëmundja tuning është përhapur në të gjithë globin, ku çdo shtet ka karakteristikën e tij se si modifikon makinat. Problemi kryesor për këtë sport është mungesa e hapësirës, ku të bëhen garat dhe mbështetja ligjore për të.
speed hunters, persona të cilët duhet të kenë dhëti patjetër të veçanta që sfidojnë rrezikun në këtë formë me këtë lloj kilometrazhi dhe me këtë lloj shpejtësie, duke përdorur në fakt automjete normale të cilat i modifikojnë. Në studio me mua janë dy personazhe shumë të veçantë, të cilët merren me organizimin pikërisht të garave të tilla dhe që mund quhen fare mirë speed hunters, pikërisht Ledi Ondini dhe Germando Matraku. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Pash në fakt që edhe në rrjetin social Facebook ju kishit lançuar prezencën tuaj sot në emisionin Urbanika. Po, domethënë Ju ndjekin, njerëzit e pëlqejnë këtë lloj sporti pavarësisht ekstremitetit të tij dhe pavarësisht sfidës së madhe që bëhet me këtë sport me rrezikun. Domethënë ndjekësit më të mëdhenj të evenimenteve dhe gjithë aktiviteteve tona, le të themi që ka qenë merit e Facebookut. Diçka plus, diçka minus nga ndihmat, nga njohjet private, telefonat, siç funksionojnë këto gjëra. Dhe dëshim që sot me që do trajtonte një tematik që na preket gjithë si jemi atje grupi jonë dhe fancat tanë, ndonin që ta ndihnin sa më shumë vetëm. Sa kohë keni Ledio në Shqipëri që e zhvilloni një lloj sporti të tillë ekstrem? Dua të di që nga momenti kur ai ka qenë i jashtëligjshëm, edhe më pas me momentin kur keni arritur ta ligjëroni. Atëherë ky sport ka shumë vite që praktikohet dhe ushtrohet në Shqipëri. Me sa dim ne, ka 5-6 vjet që zhvillohen gara si në gjadë dhe në ambiente të tjera, po që nuk kanë qenë absolutisht lishme. Thjesht organizoheshin grupe shoqërore të caktuara dhe zhvillonin gara për të kaluar pak kohë ndryshe. Pra ata të çmendurit pas shpejtësisë dhe kilometrazhit deri në maksimum, e bënin këtë punë edhe pa dijenin e autoriteteve apo jo? Pa dijenin e autoriteteve. Por kjo ka ndryshuar. Kjo ka ndryshuar sepse në Gjadër konkretisht ka pas disa raste aksidentesh, edhe me pasoj jetën, dhe autoritetet shtetërore kanë marrë vendim që ajo të mbyllet dhe të mos lejohet hyj asnjëri për të zhvilluar gara ose të eci shpejt me makinë. Që nga cili vit është ligjëruar tashmë ky sport në Shqipëri? Jo, ky sport i lishëm është, thjesht nuk ka pas shoqata ose organizata të cilat i organizojnë këto në mënyrë të lishme. Dhe sot ç'mund t'i themi atyre njerëzve të cilët ne i shohim shumë shpesh në trafik, teksa qarkullojnë, le ta themi në thonjza apo jo, pak rëndësi ka, qarkullojnë të çmendur. Po, si të çmendur? Atëherë çfarë duhet të themi? Ndoshta janë të apasionuar pas shpejtësisë, por nuk kanë vend se ku ta praktikojnë ato apo jo. Atëherë ne gjithmonë ofrojmë mundësi, organizojmë gara dhe evente ku ata mund të vinë, janë gjithë mirëpritur pa përjashtim. Dhe me sa dim në deri tani shumë pak janë ata të cilët janë të gatshëm ato gjëra që bëjnë në rrugë, themi në mënyrë të jashtëligjshme, të vinë të tregojnë aftësitë e tyre të vërteta në pistë. Janë shumë të pakët. Nëse duan të maten atëherë, le të maten në Gjadër. Kështu mund të themi. E ndërkohë më shpjegoni pak si ndodh, si mblidhen të rinjt për të qenë pjesë e një gare të tillë? Vinë me makinat e tyre apo ju vendosin në dispozicion automjete të posaçme? Si funksionon? Atëherë ne vëmë në dispozicion automjete të posaçme, por deri më sot nuk ka qenë nevoja, sepse të gjithë kanë mundësitë e tyre që të vinë. Dhe deri më sot pjesëmarrja ka qenë goxha e madhe. Domethënë ka dalë dhe jashtë parashikimeve tona. Si në njerëz, spektator dhe në Sa jam kurioze, unë pash në pamje në fakt, këto pamje që ju keni mundësuar për emisionin ton, janë të cilës kohë, të cilës periudhi përkasin? Atëherë ato janë të dy periudhave të vitit 2011 dhe të 2012 janë të qershorit dhe tek nëntorit 2012. Pra janë të vitit 2012. Janë shumë të afërta në kohë dhe unë pash që kishte shumë pjesëmarrje, shumë njerëz të interesuar, jo vetëm ata që qarkullonin me shpejtësi, por edhe spektatorët. Kishte goxha njerëz. Janë, domethënë, dhe spektatorët janë gjithë të apasionuar, thjesht nuk kanë mundësinë. Po të kishin mundësi një makinë, sepse ky është një sport shumë kostoz. Kërkon shumë shpenzime që të merresh me gara me makina, është jashtëzakonisht i shtrenjtë. Çfarë lloj makine që të kesh, qoftë e lirë dhe e shtrenjtë, kërkon shumë angazhime financiare.
Po pse Germando, pse duhet të ketë kaq shumë shpenzime? Nuk mjafton automjeti yt për të garuar? Sepse, domethënë, garat me makina, me ato mjete kanë këtë veçori që ti duhet të investosh dhe gjithmonë të investosh me rritjen e teknologjisë që të kesh më të mirën, të arrish më të mirën. Sepse siç dihet, po dalin çdo ditë, po dalin makina të reja, po dalin pjesë të reja këmbimi, se siç thamë janë dhe makinat tuning ose që modifikohen. Sëmundja tuning e quani juve. Po, mania tuning më saktë. Janë njerëzit e fiksuar për ta modifikuar her pas here automjetin e tyre? Ke një makinë dhe ti do të jesh më i mirë, të kesh makinën më të bukur. Siç është. Edhe gjithmonë do investosh, domethënë dhe prandaj është kostoz, do të kushton domethënë. Dhe pista është gjithmonë ajo e gjatërit, apo me mbështetje të ndryshme ju ja keni dalë të qarkulloni dhe në autostradë, për shembull, siç shoh në këto pamje? Jo, në këto pamje është një aktivitet që u bë me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, nuk është absolutisht i rrezikshëm, kemi ndjekur çdo lloj rregulli rrugor, biles jemi kujdesur, edhe policia na ka ndihmuar në disa sektor, disa pjesë që na ka liruar rrugën. Edhe kjo ishte një tip eskorti që u bën në drejtim të Vlorës, në një farë mënyrë për të imituar edhe ata që kanë çuar flamurin në Vlorë, por ne në vitin 2012 do të çonim me makina. Dhe prandaj vetmi kusht, domethënë, për atë ditë ishte një flamur, një makinë dhe të nisëm drejt Vlorës. Dhe jo modifikime të tipit mania tuning, Kush kishte qejf pastaj për të duk, për të bërë reklam makinës, ishte mirë pritur. Megjithëse unë shoh jo pak makina të markave nga më të shtrenjtat aty, ë? Po sigurisht tani nuk ishte asnjëri nuk u pengonte të vinte. Më mirë ishte. Dhe bën edhe një shfaqje të mirë ne si kom radh parë, si Shqipëri, sepse këto videot përhapen gjithanë në rrjetet sociale, Facebook, YouTube, dhe tani po jep edhe në televizion. Dhe pse jo mos shihet flamuri shqiptar me disa makina të bukura, disa pamje të bukura. Në fakt, ju të dy jeni student dhe nuk keni asnjëri as tjetri të njëjtin profesion në jetë, do të thoja. Njëri prej jush është student për arkitekturë dhe tjetri student në financë. Çfarë lidhje mund të kenë profesionet që ju keni zgjedhur të studioni me këtë lloj pasioni i cili u çon në rrugë ekstreme? Pasioni është që na ka bashkuar të gjithë dhe këtë gjë kemi nisur duke nuk njiheshim fare dhe thjesht duke parë njëri tjetrin, ky pas ka të njëjtin pasion që un kam, ashtu e njohëm, krijuam dhe një grup më mbrapa dhe filluam të krijojmë gjithë këto evente, unë them. Por pasioni nuk njeh as mosh, as profesion, as një lloj gjëje, domethënë. Po ndërkohë ju e keni ndarë mendjen që do të jeni njëri financier dhe tjetri arkitekt në të ardhmen, apo do të merreni vazhdimisht vetëm me automjetet? Pse jo mos t'i lidhim profesionin me pasionin? Profesioni na mundson të financojmë pasionin. Sepse pasioni do mundohem që të gjejmë një rrugë dhe që t'i lidhim të dyja, pasionin me profesionin. Është mënyra më e mirë. Ju qarkulloni kështu si në gjadër edhe në rrugë? Absolutisht. Jam kurioze ta di. Absolutisht, jo. Jo. Duhet dhe që të sensibilizohen shumë njerëz, që janë shtuar shumë aksidente. Kjo është shumë e vërtetë. Edhe ne kemi qenë, domethënë, pjesë e aksidenteve. Dhe i kemi parë nga më të ndryshme, duhet të japim një mesazh që të kenë kujdes, të ecin me kujdes dhe ato gjëra që janë për të bërë bëhen ose në ambiente private, ose në organizime kur bëhen nga shoqata të ndryshme, të regjistruar se jo të regjistruar, thjesht domethënë jo në rrugë. Se rrezikojnë veten e tyre dhe rrezikojnë njerëzit e tjerë. Okej, do t'ju pyes në fakt edhe për një tjetër variacion të sportit ekstrem të garave makina, siç është Rally Albania. Ja të kemi sërish të kësa flasim për rrugët ekstreme dhe për garimin me shumë shpejtësi të makinave normale të cilat me sa duket nga sportistët që kanë zgjedhur këtë lloj sporti ekstrem modifikohen her pas here në mënyrë që të përshtaten me kilometrazhin dhe shpejtësinë që do duhet të marrin, ndërsa në gjadër të Lezhës zhvillohen her pas here gara të tilla. Do t'ju pyes Ledio dhe Germando, Rally Albania, ç'lidhje mund të ketë pikërisht me këtë lloj sporti që ju ndiqni?
Atëherë, Rally Albania është një kategori tjetër e garave me makina. Më thonë, në qoftë se ne bëjmë pjesë në kategorinë on-road, ato janë off-road. Dhe Rally Albania deri më sot, më thonë, ata janë, themi, numri 1 për organizimin e garave, janë më të mirë. Dhe kanë qenë gjithashtu mbështetësit tonë më të mëdhenj deri sot. Na kanë ndihmuar me çdo lloj mundësie, me çdo lloj çfarë kemi kërkuar dhe ne domethënë. Dhe duhet theksuar që është një nga sportet më të rrezikshme, absolutisht më të rrezikshme, sepse të rrezikohet jeta, është një terren pa terren, si më thon. Pra është një sport më i rrezikshëm se ai që ju praktikoni, se disiplina që ndiqni. Nëse ne domethënë ecim me 100 km/h, 200 km/h në rrugë të asfaltuar, ato ecën në një mal pa rrugë. Dhe rrëshqitje, rënje në gremina, humnera ka ndodhur, por fatmirësisht pa shumë dëme serioze. Megjithatë duket sikur aksidente ka patur vetëm në garat on-road, siç i quajte Germando. Pra, në garat që ju ndiqni, të cilat zhvillohen në pistë, dhe jo ashtu siç është rally, që rrugë pa rrugë. Jo, aksidente ka ndodhur në rally, ka ndodhur mjaft biles edhe këtë vit domethënë ka pasur një aksident, po jo me pasoja të rënda. Po gjithashtu në garat on road të organizuara nga ne, nuk ka pasur aksidente serioze deri tani, aksidente të vogla, por para se të ligjerohej, licencohej ne si shoqat Racing Club Albania, u mblishin domethënë grupe shoqërore dhe ikim kalojmë një fundjavë gjatër. Sa do nxjerrim makina, ecim shpejt dhe ka ndodhur mjaft aksidente. Kjo domethënë ka qenë dhe arsyeja pse ne u detyruam, si të thonë, për të licencuar, të regjistruar. Me letër, me gjitha. Për ta patur këtë lloj sporti të ligjëruar. Dhe të kontrolluar, domethënë. Ndërkohë, sa të përgatitur jeni përballë aksidenteve, sepse kjo është një sfidë që ju e bëni me rrezikun, apo jo? Po, sigurisht tash mbas licencimit, mbas regjistrimit, do të shkosh për të bërë një garë, por që të marrësh leje për përdorur një pistë, një diçka, duhet plotësosh disa kritere që janë kriteret e sigurisë, policia, do të kesh një ambulancë, një zjarr fikse dhe nëse nuk janë këto nuk mund të bësh një garë, domethënë. Pra ambulancat e zjarrfisja janë gjithmonë të pranishme në garat që duhet të jenë gjithmonë, kanë qenë dhe duhet të jenë gjithmonë të pranishme në një garë të organizuar ligjërisht. Ju është dashur të vini shpesh në punë ambulancën edhe zjarrfikse? Jo, deri sot. Jo. Besoni se ky është tregues i mirë, fakti që nuk i keni vënë në punë, apo nuk është shfrytzuar maksimalisht shpejtësia? Ky është tregues i mirë, po edhe fati, se nuk janë gjitha tregues cilësi, janë edhe tregues, domethënë, mund ndodhi diçka jashtë parashikimeve edhe kur i ke gjithçka në rregull. Por nëse ndodh diçka jashtë parashikimeve, çfarë mund të bëni? Duhet të jemi sa më të përgatitur. Domethënë, duke bërë organizime ne kemi evoluar, kemi parë gabimet tona, edhe jemi përmirësuar. Dhe në eventet në vijim, akoma do përmirësohemi. Dhe cila është shpejtësia më e lartë e arritur ndonjëherë në garat që ju bëni në Shqipëri? Shpejtësia më e madhe është diku ke 310 km/h. 310 km/h. Në pistën e Gjadërit. Domethënë kampioni ishte një BMW M3, modeli të vjetër, po e modifikuar, me një motor të modelit fundit BMW-s të asaj kohe. Edhe që ishte dhe fituesja e atij edicioni, të fund vitit 2011-s, dhe ajo, me sa dinë, domethënë, që ka arritur shpejtësi më të lartë. 310 km/h. Ka shpejtësi më të madhe se kjo? Ju e dini më mirë se unë. Tashti, jashtë kësaj, thonë që ka dhe i ndjeri Dritan Hoxha, shkonte shpesh atje, me Ferrarin e tij, dhe thonë që kanë kap mbi 320 km/h. Me sa është e vërtet nuk e dim. Këto janë fjalë që qarkullojnë mes grupit tuaj, pra, mes personave të cilët e praktikojnë të lloj sporti. E kuptoj. Ndërkohë, çfarë mund të thuhet për financimin e këtij lloji sporti në Shqipëri, ose përpara se të dalë pikërisht te kjo pjesë, tek financimi i sportit, duke qenë se është i ligjshëm. Si monitorohet ai, Ledio? A monitorohet rregullisht nga autoritetet policore? Ai monitorohet jashtëzakonisht shumë nga autoritetet policore, sepse po marrim gjithmonë shembull pistën e Gjadrit, sepse ajo është dhe më e rrezikshmja,
ku shpejtësitë e kalojnë 200 km/h nga të gjitha makinat pothuajse, për të marrë një leje, për të hyrë në gjadër, duhet të firmosësh dhe të marrësh përsipër përgjegjësi shumë të mëdha. Sepse në momentin që ne hyjmë gjadër, ajo kalon, si të thuash, në pronësinë tonë për ato kohë që ne e kërkojmë. Dhe një fatkeqësi të ndodhi, përgjegjësinë e mban komplet ne si staf. Dhe monitorohet shumë nga policia, pavarësisht se ata vinë për mbështetje dhe për mbikëqyrje, gjithsesi çdo gjë është e monitoruar sepse nga momenti në moment mund të rrezikohet jeta e çdo njeriu, si garuz dhe spektator. E cila është përgjegjësia që mbani ju në këtë rast? Ne marrim përgjegjësinë që parashikon ligji në rastin e një dëmi të caktuar, nëse ka humbje jete ose një dëm tjetër që parashikon ligji, përgjegjësia është e gjitha mbi ne. Përgjegjësia është e konvektuar në vlerë monetare apo si? Nuk e dim si mund ta parashikoj ligji, mund të jetë edhe me burg. Edhe me burg. Po. Pra nëse dikush rrezikon jetën, ne gjithsesi e kemi marrë parasysh dhe këtë pjesë, sepse ne mbulojmë pjesën tonë të përgjegjësisë, që i të ofrojmë kushtet, sigurinë, edhe mbarvajtjen, ndërkohë çdo garues që futet në garë firmos një deklarat ku ai thotë që unë mbaj përgjegjësi për çfarë unë bëj personalisht dhe makina në përdorimin tim. Sepse unë nuk mund të marr tash përsipër përgjegjësinë nëse çmendet dikush dhe shkon mes njerëzve. Sepse njerëz kemi parë lloj situatash dhe nuk mund ta mbajmë përgjegjësinë se ai doli jashtë kontrollit ose një makinë i ikën goma në shpejtësi të lartë, është diçka vdekjepruese. Me sa unë kuptoj, në gara të tilla jam shumë e sigurt që personat të cilët marrin pjesë në të, jo vetëm që duhet jenë të çmendur, e them këtë, por duhet të kenë dhe adrenalinën në atë mas, të cilën ndoshta mund dalin edhe jashtë kontrollit. Apo jo. Dhe në këto dokumenta që ata firmosin, a parashikohen raste të tilla? Po parashikohen të gjitha, sepse ai ma përgjegjësi çfarë ai bën dhe mjeti aty. Dhe nëse makinën që ai ka ardhur është regjistruar, e ka marrë një shoku i tij i cili nuk ka firmosur sepse nuk është garus, sepse nuk mund të firmosin të gjithë njerëzit që vinë, përgjegjësia e kalon automatikisht aty, sepse mjeti që ai ka në zotrim në atë ditë ka bërë diçka që penalizohet, si nga ligji ashtu edhe nga ne, sepse edhe ne kemi rregullat tona. Sepse para se të hyjnë në garë, domethënë ata na japin edhe dokumentat, marrim një numrin e kartës së identitetit ose të patentës dhe sigurisht dhe letrat e makinës. Kopia kontrollohet? Po. Këtë herë kemi pasur rastin e parë që është përjashtuar një garues për shkak se kishte konsumuar alkool dhe alkool nuk mund dalësh dot në rrugë jo të hysh në garë. Kriteret. Pra nuk lejohet konsumimi i pijeve alkolike në mënyrë absolute. Absolute, skualifikohesh automatikisht. Fati jonimisht që e kapën para se të hynte në garë, para se të fillonte gara, dhe i kthyem lekët e regjistrimit dhe i tham nuk mund të futesh sepse ke konsumuar alkool. Çdo gjë mbyll me mirë kuptim nga të dyja palët. Ka qenë këtë vit rasti i parë, raste të tjera kemi pasur skualifikim. Për pjesën e alkoolit, sepse skualifikojnë dhe njerëz të cilët nuk i kanë makinat në standardet për të garuar. Nuk mund të vijë çdo makinë. Por dikush i vjen për të garuar, e zgjedh vetë personin tjetër me cilin do të garojë apo si funksionon? Apo janë të gjithë në garë ndaj njëri tjetrit? Jo, domethënë në këtë botën e makinave. Se unë shoh në pamje një flamur i cili ulet dhe dy makina japin maksimumin e shpejtësisë duke ecur përpara dhe ndiqen nga dy të tjera pas. Më përpara domethënë kur kemi qenë, si më thon, se cilin qeft vet, shkonim dy shok. Se cilin qeft vet. Po. Shkonim dy shok, hajde bëjmë garë makinë njëri tjetrin edhe çdo gjë mbaroi. Ikëm, hajde, sot janë disa kriterë, janë disa rregulla të shkruar nga disa tjerë që janë më të aftë se ne dhe nga FIA sigurisht, dhe që ka disa kategorizime në bazë të motorit dhe të fuqisë në kuaj fuqi. Dhe kështu bëhet edhe ndarja, domethënë ne deri sot, sipas kushteve që kemi pas, sepse që të bëhen këto ndarje duhen disa aparatura që këtu në Shqipëri akoma nuk ekzistojnë. Ne deri sot kemi punuar domethënë me kubiktur motorri. Është bërë një ndarje nga 1600 kubik deri në 2600 kubik, kategoria më e ulët. Kategoria më e lartë nga 2000 kubik e deri në 3000 kubik. Domethënë dhe kategoria super makinat që është mbi 3000 kubik V8. Kjo është ndarja që është bërë deri sot, nuk është një ndarje saktë, duhet theksuar, por që me mundësitë që kemi, kjo është bërë.
Dhe si jeni ndërkohë me zhvillimin e këtij sporti në Shqipëri, ka shanse që ai të ecë përpara apo keni mbetur vetëm tek financimi që ju vetë arrini të realizoni? Ledio? Shanset për të ecur ky sport përpara janë shumë të mëdha, duke parë gatishmërinë që kanë të gjithë të rinj, do të thoja, se shumica janë të rinj. Por mbështetja si nga ana financiare dhe nga ana e organeve kompetente që mbulojnë këto organizime është shumë jashtëzakonisht e vogël. Suajse nuk ekziston. Suajse nuk ekziston, çdo gjë bëhet në mënyrë private ose me sponsor të cilëve duhet i shkosh me prezantime, me çdo gjë, me një punë shumë të madhe që të marrësh diçka për të kryer një event, të marrësh një pjesë shumë të vogël, pjesën më të madhe mbulojnë vetë. Është shumë e vështirë për të organizuar një garë, flasim garë serioze, të madhe me të gjitha parametrat. Duhet theksuar diçka që të bëhet një garë këtyne e standardeve të larta, që dhe ne të kemi fytyrë të ballafaqojmë me botën, që ne bëjmë këtë aktivitet dhe jeni të ftuar dhe ju. Të lidhemi dhe ne siç është gjithë bota. Duhet shumë shpenzime, deri në sot, siç tha dhe kolegu im Ledio, domethënë që nuk ekziston thuajse fare mbështetja. Mundësisht kemi pengesa në këtë pjesë punë e organizimeve. Sepse është dhe një ide që këta çuna që po organizojnë gara me super makina, janë milionerë, kanë lekë dhe ne jemi thjesht student. Mundësisht nuk kemi as makinë vetë. Ju që organizoni? Po, por ata që garojnë i kanë automjetet. Po. Ne kuptoj. Ndërkohë si funksionon në vendet e tjera ky lloj sporti? Në vendet e tjera sigurisht që ka një mbështetje, është një nga sportet më të bukura në gjithë botën. Për mendimin tim është më i bukur, për disa të tjerë ndoshta mund të jenë të tjerë, por sporti më i bukur. Tërheq pothuajse çdo lloj moshe. Të rinj sidomos, po dhe moshat e tjera, edhe këtu kemi pasur baballarët tanë të afërm, të moshave të larta kanë ardhur, kanë ndjekur. Është një sport shumë i bukur dhe në vendet e tjera ka një hierarki, domethënë, që unë si shoqat bëj një kërkesë në federat, më pas Ministritë Kulturës ka lënë dorë pas dore, hallka zinxhir, që këtu ke ne fatkeqësisht nuk ekzistojnë akoma. Do doja në fakt të ndjekim një insert i cili bën fjalë pikërisht për historikun e këtyre lloj garave në të gjithë botën, ku pas shpikjes së një gare të tillë me automjete të cilat modifikohen, lindi më pas edhe Formula 1 që ne shohim në ekrane dhe që shumë herë, sa herë që ka gara të tilla, jemi të pozicionuar të fiksuar pas ekranit për të parë se kush do të fitojë. Ndjekim ndërkohë insertin i cili flet pikërisht për historikun e garave me makina. Garat me makina janë një sport në të cilin pilotët e garave drejtojnë makinat me dizajn të veçantë nga gjatësia, forma dhe ndërtimi. Ajo provon aftësinë e pilotëve, aftësinë e mjetit dhe bashkëpunimin midis tyre, si dhe falin emocione të forta. Garat me makina janë bërë një sport profesional ndërkombëtar si rezultati i specifikave të jashtëzakonshme në Amerikë dhe Evropë, duke fituar sot emrin e një sporti më popullor në botë. Formula 1 ose Formula 1, ndryshe Formula 1 World Championship, është një seri garash automobilistike e organizuar nga Federación Internacional de l'Automobile. Kampionati i Formula 1 organizohet çdo vit si kampionat botëror që nga viti 1950. Në 1958 u themelua kampionati i Formula 1 të konstruktorëve, i cili konkuroi kampionatin botëror të prodhimit të makinave me dorë, që ishte pjesë e sportit të garave të makinave. Këto sporte janë të bazuara në rezultatet e garave, por kompanitë që prodhojnë makinat e garave bazohen më shumë tek aftësitë e pilotëve. Çdo garë Formula 1 mban emrin e shtetit ku mbahet gara dhe vlerësohet me pikë për pozitën e arritur në garë. Piloti që ka mbledhur më shumë pikë i jepet në fund të sezonit titulli kampion botëror. Termi Grand Prix, çmimi i madh, zakonisht përdoret për garat e Formula 1
dhe shpesh herë shkakton konfuzion në diskutimet për garat me makina, pasi ky emër përdoret edhe në shumë gara të tjera. Sot Formula 1 është ndër sportet më të financuara dhe në vendin ton ka shumë adhurues të cilët e ndjekin atë me emocion në çdo garë. Schumacher. Po në Shqipëri çfarë çmimesh kanë fituar garuesit e Race Club Albania? Deri sot domethënë çdo organizim që kemi bërë në emër të Racing Club Albania, po flasim gjithmonë, ka qenë për ne absolutisht fitimprurës. Çdo gjë që është bërë me parat tona, domethënë, me shpenzimet tona, dhe sponsorëve që janë kapur në mënyrë private nga ne. Dhe çdo para që është qarkulluar, çdo regjistrim që është bërë në ditët e garës, të gjitha parat kanë shkuar për fituesit të secilit kategori. Kjo domethënë çmimet që kanë variuar mbi 700 euro. 700 euro e sipër domethënë. Këto janë çmimet që variojnë pra për fituesit e garave. Që ndahen pastaj për çdo kategori. Ndërkohë, kemi ndonjë garë në pritje? Planet janë bërë, janë vendosur disa rregulla, disa gjëra të reja dhe shpresojmë që në pranverën që po na vjen, të jetë gara radhës. Në Gjadër besoj sërish, ë? Do mundohemi sepse mungojnë shumë ambientet. Kjo është një minus shumë i madh për ne që ka mungesë ambienteve, sepse vetëm një Gjadër nuk mund të bësh gjithçka. Qofse ne jemi për garat e kategorisë drag, ka garat e kategorive tjera që ne thuajse nuk i kemi prekur akoma. Dhe por fatkeqësisht mungojnë ambientet dhe ne do mundohemi që të krijojmë një variacion domethënë ambientesh për të bërë gara në vende të tjera. Po në Gjadër sa është pista? Është 2800 metra e gjatë dhe 60 metra e gjerë. Arrin ta përmbaj dhe me këto shpejtësi që ju arrini mbi 300 km/h? Po, domethënë pista e garës për kategorinë drag është 1 milje për supermakinat dhe për makinat më të vogla është 1/4 e miljes. Kjo është një standard që është i caktuar, domethënë, nuk është vendosur nga ne. Ndërkohë, Lidio, djemt që vinë për të garuar apo dhe të grup moshave të tjera që ju theksuat, duhet ta njohin mirë mënyrën se si funksionon automjeti apo ja? Po, shumica prej tyre djemve që ne kemi dhe miq, kanë servise të tyre dhe njohin makinën në mënyrë detajuar. Dhe ka pas raste që i ka bërë një defekt makina ditën e garës dhe me mjeta rrethanore, me diçka shpejt e kanë rregulluar dhe janë futur në garë, janë shumë përgatitur që të gjithë. Sepse e dinë se ku është defekti. Janë të përgatitur dhe të apasionuar që të gjithë çunat. Ndërkohë, ju mundeni të organizoni gara edhe me vendet të tjera përreth nesh apo mëtej? Absolutisht po. Kemi kontakte me përveç vendeve fqinj, domethënë me Malin e Zi, Maqedoni, kemi kontakte edhe me matan e Europës, por ata na kanë ftuar dhe rreth, domethënë mbas disa muajsh jemi të ftuar në disa gara që janë jashtë. Po do donim shumë që edhe ne t'i ftonin në një garë këtu, po të standardeve siç bëhen në Europë e vende të tjera të zhvilluara. Shpresojmë që një ditë t'i arrijmë dhe t'i ftojmë dhe ata. Po çfarë duhet bërë që t'i arrijmë kësaj pune, le ta themi kështu? Duhet krijuar infrastruktura e përshtatshme rrugore, pra duhet një pistë e përshtatshme për ta bërë Themelet të garë? fare janë krijimi i institucioneve që mundsojnë domethënë zhvillimin e këtyre aktiviteteve dhe sigurisht absolutisht e domosdoshme ambientet për zhvillimin e garave, sepse si tham që në rrugë e kështu nuk mund të bëjmë gara. Qofse do të provosh makinën, je i shkathët, shko në pistë dhe atje provo ç'mund të bësh. Por deri tani ekziston vetëm pista e Gjadërit, për cilën ju merrni lejë në autoritetet përkatëse. Ka ndonjë pistë tjetër të mundshme në Shqipëri ku mund të zhvillohen gara të tilla? Pista e Gjadërit domethënë është një hapësirë e pa vend përdorim, është një hapësirë boshe dhe është domethënë si të themi hapësira më e kollajshme për të vënë në përdorim dhe që ka hapësirë me bollëk. Me sa dim ka disa pista të tjera në Shqipëri, po që janë gjysmë funksionale. Për shembull në Kuçovë, është aeroporti i Kuçovës. Me sa dim është në funksion të NATO-s, është në mbikëqyrje të NATO-s domethënë.
Dhe një e papritur, ajo duhet vënë përdorim dhe nuk e dim se sa është e mundur të bllokohet ajo. Deri tani nuk kemi mundur, sepse jemi munduar, po nuk kemi bërë të gjë. Është e pamundur që të vihet në përdorim të paktën. Nuk është asgjë. Më thonë, e pamundur nuk është. Por që ne nuk do pushojmë dhe nuk do lodhemi kur derisa të arrijmë sa më shumë, sa më mirë dhe sa më saktë. Ndërkohë ju vetë keni marrë pjesë në gara jashtë vendit? Ja. Në gara jashtë vendit shumë të rrallë janë ata të cilët kanë marrë pjesë. Kemi nuk po e quajmë Kosovën jashtë vendit, po e quajmë një Shqipëri të gjithën. Po. Në Kosovë ka organizohen edhe në Kosovë gara shumë të mira, që shkojnë dhe pilot nga Shqipëria, por jashtë Shqipërisë, me sa dim në deri tani nga ata që ne njohim, janë shumë të pakët që kanë marrë pjesë në garat e Shqipërisë. Kanë shkuar me iniciativat e tyre apo kanë ndikuar organizimi që keni bërë ju? Me iniciativat e tyre, domethënë, dhe kanë qelluar që jetojnë në një vend jashtë Shqipërisë. Për shembull, kemi miq nga Gjermania, Belgjika, Zvicra, që janë shqiptar ose kosovar. Pra dhe kjo punë funksionon me mik, dhe sa kuptoj. Po, domethënë janë këta që vinë garojnë për ne, kanë qenë 2 pilot në garat tona që kanë garuar dhe jashtë shtetit. Biles në pistat më të famshme, Nürburgring në Gjermani dhe në Spanjë, dhe kanë ardhur kanë garuar edhe këtu. Por që ka, po janë shumë pakët. E kuptoj. E ndërkohë, çfarë mesazhi do të kishit për t'i dhënë të gjithë atyre që e kanë pasion shpejtësinë dhe rrugët ekstreme? Një mesazh, domethënë që duhet ta kenë gjithë parasysh. Ju lutem mos hesni nëpër rrugët, nëpër qytete. Rrezikoni veten tuaj dhe rrezikoni njerëzit cilët keni rrotull. Siç e thashëm përpara, nëse doni të bëni diçka, keni disa aftësi për të bërë diçka me makinën tuaj, shkoni në një ambient privat ku nuk rrezikoni asnjë dhe aty mundoni të bëni çfarë më të mirën. Lidhje dhe diçka të fundit, prezenca e femrave është thjesht si spektatore në gara të tilla apo edhe si garuese? Në garën tonë, deri tani kanë ardhur si spektatorë ose edhe më shumë shoqëruese të garuesve. Por që kemi dëgjuar që ka goxha femra të cilat kanë qef të marrin pjesë, i kanë dhe aftësitë, thjesht nuk kanë mundësi, nuk kanë një makinë se tabu nuk është sporti jonë për femrat, absolutisht. Një shembull për të ndjekur është Juli Erellit, që është gati organizatorja kryesor dhe merr pjesë në këtë lloj sporti ekstrem, e kemi parë në fakt Julin, po. Ajo është një shembull për të ndjekur nga vajzat, domethënë. Pra nuk është se ju ja keni mbyllur dyert, por të paktën deri tani nuk ka interes ose nuk ka mundësi. Interes ka shumë. Në krahasim me sportet e tjera ka shumë, po ta shikoj që është si thua sport maskilist. Por mundësitë janë ato që të kufizojnë, po kufizojnë çunat, jo më gocat. Janë mundësitë në vendin tonë që na kanë sjellë në këto, domethënë në këto pije. E kuptoj, unë ju falenderoj shumë në fakt që i tham një tjetër dinamik emisionit Urbanika gjatë ditës së sotme, duke folur për një lloj sporti të tillë i cili sfidon rrezikun, madje sfidon deri aty sa mbi 300 km/h. Unë kam përshtypjen se duhet të jemi midis jetës dhe vdekjes. Një fije shumë e vogël i ndan, kam përshtypjen, duhet të ruajtur ekuilibrin në atë lloj mase që të mos rrezikosh. Ju falenderoj dhe për sugjerimet dhe këshillat që ju i jepni atyre që na ndjekin. Shpejtësia duhet përdorur aty ku është pista e mundshme dhe jo në rrugë ku ka trafik. Ishim pra kështu me 2 djemë të cilët janë speed hunters në kërkim të shpejtësisë pra dhe organizojnë pikërisht Race Club Albania në mënyrë të përvitshme, ku garojnë shumë të rinj me automjetet e tyre të cilat i modifikojnë dhe duket sikur pista e gjadërit në Lezhë kthehet në një lloj Formula 1, por alla shqiptar që gjithmonë. Ndërkohë në pjesën e tretë të emisionit Urbanika ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me ne për të ndjekur një mrekulli që ka ndodhur në spitalet tona, sepse nuk do të flasim vetëm për gjërat e këqija që ndodhin në spitale, por duhet kemi parasysh që është edhe ana tjetër e medaljes. Për këtë ndiqni pjesën e tretë të emisionit Urbanika.